Gjithsesi ka nisur sfida. Janë bardhëzim ata që shkelmojnë parë topin. Çim Karadžić provon krosimin. Është i lartë në qendër. Selimi me kokë devion. Ban topin në kontroll në këtë çast skuadra e Laçit. Dërkohë rikuperon Vila. Kërkon hapësirën e nevojshme Vila, kjo goditje. Malaj. Dhe më pas topi që e largohet, ushtron presion Dinamo. Tentativë për të rikuperuar topin. Emiliano Vilës ka kapur në befasi Rexhën. Dërkohë çon top drejt zonës. Mile lehtë goditja. Pret Hoxha. Përgatitimi për Martinenën, gjithçka e rregullt, karikon të djathtën Martinena. Pranë golit një goditje spektakolare e Gabriel Martinenës. Fantastik, jashtëzakonshëm. Argentina, si shohim një tjetër, ka liruar të djathtën, ka parë pak hapësirë dhe më njëherë ka provuar Dynçanin. Tjetër përgatitimi Martinena, goditja, flamur i ngritur, nuk vlen goli për Nestor Martinenën. Është minuta 27, por duhet parë edhe njëherë ky moment. Një flamur i ngritur. Dhe njëherë, ky është momenti. Ndoshta ka një gabim të asistentit Mahmuda, megjithatë. Topi deviohet, shkon tek Emiliano Vila. Shman kundërshtarin Vila, vjen më pas ky top i lartë drejt zonës. Malaj e largon në goditjen nga këndi. Vjen topi, është i lartë dhe këtu largon Malaj. Top për Brkić, Almuça ka hapësirë, godet nga distanca jashtë kuadratit. Igli Almuça, Opoku, Vila, tjetër krosim i lartë, Martinena, me gjoks më pas një tentativë e tij, topi fillon gjitur. Minuta e 58, stopimi me gjoks dhe goditja. Fantastik, që është sjellë kjo goditje nga këndi, Igli Almuça në qendër, Milovic dhe Malaj. Opoku zhvendos në qendër, fton Martinenën, kjo goditje e tij jashtë kuadratit. Martinena, Shazivari shman nga Almuçën, e ka krijuar hapësirën për të krosuar, top drejt zonës dhe kjo goditje. U mbyll aty ku nisi në barazim pa gola 0-0 kjo sfidë.